Nuk është shumë pensionistët te filmi. tek filmbërësit, tek ata të cilët japin shumë mund, posaçërisht e dim që në Kosovë me bën një film të metrazhit të gjatë, kërkon mund, kogja durim, kogja shpenzime dhe nuk është fare e lehtë. Aq më tepër të trajtohet tema e luftës. Edhe ashtu është, ka pas nevojë që të trajtohet tema e luftës dhe po mendoj që ende ka nevojë sepse tema e luftës mund të trajtohet në këndvështrime të ndryshme, ndërsa njërin prej këtyre vështrimeve tashmë e ka bërë regjisori që i kemi të ftuar Faton Bajraktari, Faton mirë se erdhe. Faleminderit me sugjet. Dhe aktori kryesor i filmit Mala, që është Abdullah Gjikokaj. Zotëri Gjikokaj, mirë se erdhet. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Filmi sot e ka premierën dhe vetë regjisorin për shoh pak të ndrojtën, ndoshta edhe ka të drejtë, nuk e di, por shijoje. Apo është ai stresi përpara. Interesant, regjisorët ishim të diskutuar rrugës me aktorin Dullën. Pak regjisor një që nuk rrin ndrojtën, nuk Është pjesa e përgjithësisë. Po është pjesë e përgjithësisë, patjetër, dhe krejt ata që menojnë me thonë ose menojnë me janë të kënaqur në atë moment kur e shohin filmin që ai ka funksionuar. Edhe janë njerëzit të kënaqur për atë ide, atë punën e tina. Parim është edhe stres, është Absolutisht po. Domethënë premier, edhe është para kritikëve, shikuesve e tjera. Ai i kënaqur me punën që e ke bërë deri tash. Edhe kjo është pyetje interesante, pikpyetje interesante nëse shohim prej kondit të krijuesit në parim. Shumica nuk janë shumë të kënaqur me punët e veta. Jam i kënaqur, domethënë kem rrinë shumë me prek unin e njerëzit në rrethona të luftës, në rrethona shumë ekstreme, sikur krimet për shembull ose mbijetesa në fakt. Nuk është fare e lehtë me bë film për luftën në Kosovë. Ka shumë ngjarje, varësisht domethënë se cilat intereson pjesa me dalin pa, aty më pas rrëmbehesh nga ndodhit, sepse në këtë rast mund të duket edhe një apo disa dokumentar që mund të dalin brenda një filmi. Çfarë zgjodhe konkretisht? Ki drejt temat e luftës të paktën edhe kur flasim edhe për jetime, domethënë në fakt ne i takojmë asaj periudhe, kemi kaluar për te ose jemi ballafaqu nëse jo konkretisht përmes mesëve familjarëve tjera. Nëse shohim në parim, na trajtojmë krimet e luftës të Kosovës. Kemë zgjedhë një vi dramaturgjike të llojit për me trajtu fiks me prunë shprehje një prej historieve që kanë ndodhur në Kosovë. Paka shumë janë krejt njëjta. Domethënë aparati shtetëror e ushtarak e asoj kohe o konë e organizuar në atë mënyrë që shumicën e krimeve ose historieve që fliten në film janë të njëjta. Kanë ndodhur krime, kanë munduar me mshef krimin, madje me asgjësu, kem raste plot që në fakt nuk i kem viktimat e krimit nuk janë 1700 njerëz që sot nuk i kanë as eshtrat e viktimave që kanë ndodhur në atë kohë. Domethënë pak a shumë është një prej historieve që përfaqëson në fakt gjithë secilën histori të Kosovës që kanë ndodhur në atë kohë, në 1998-99 gjatë luftës së Kosovës. Shkojmë pak tek aktori, flasim për roli kryesor, Po. E pranove direkt apo Jo bash direkt. Jo direkt. Jo direkt. Dhe nuk pranohet direkt, çfarë, qysh, si e tek. Shiqo, kur kem fillu na me bisedu për këtë film, se ju e cekte dhe ju vetë se këtu në Kosovë ka ndodhë krime, ka ndodhë... Çfarë s'ka ndodhë? Çfarë s'ka ndodhë. Me qenë se na do ishim me hyk se ai punë, vërtet regjisori, po dikur filloi edhe me mu me bisedu, se ish përcaktu një farë forme që unë muna me qenë qaj. Ka qenë pak, me të thonë... Ke hezitu? Një farë hezitimi të unë, jo të regjisori. Arsyeja pse se... Ke pyetur për personazhin kush do jetë? Ky zotnia e ka mendu si shka... e ka hulumtu, e ka studiu, e ka pa filmin pa e bërë, dhe pa ndodhë kështu filmi s'bëhet. E ka zgjedh një prej
me thonë një prej tragedive që ka ndodhur në Kosovë, si rastesh ka shumë në Kosovë që ka ndodhur. Mirë po, kjo është trajtuar dhe një farë forme bazohet mbi ngjarje të vërtetë. Bazohet se çdo krim që është bën në Kosovë është e vërtetë. Na ky muaj janar është i tmerrshëm për Kosovën. E vërtet. I tmerrshëm janari, marsi, të gjitha e vërtetë, edhe marsi, po Reçaku, E Jashar. vërtet. Na nuk kem trajtu me film, nuk kem trajtu shumë, apo po hezitojnë, apo frikohen me punu diçka të tillë. Ka ardhur Po. Serbia, ka bo një film, ka bo një film luftën në Koshare. Ka bo disa besa ka Disa edhe dokumentar, po ka bo luftën në Koshare ku ai del viktima e na dalim ata heroj. Shtrembron historinë, plotësisht. Thot shtramnohet. Po. Na me qëllimi Nuk e besoj që është këtu faji i individëve, po besoj që janë institucionet ato që është dashur me kriju kushte për me u bë jo vetëm një film, por disa filma, sepse materiale sa të duash, edhe nëse nuk je shumë profesionist, e ke mundësinë që të bësh gjëra të mira në këtë rast, më mendoj. Nuk është edhe krejt të institucionet, sa është edhe hezitime pak. Sa është edhe friga me punu diçka të tillë. Por nuk na the sa ditë mendove për të dhënë përgjigje. Po. Privilegj është me tu afruni diçka e tillë. Po. Është privilegj, po Edhe përgjegjësi. Edhe përgjegjësi. Për ata thash mu ka dasht pak kohë, po në biseda me regjisorin kem vendos. Edhe më thonë drejtën kem punu një fshati në Krojmir, që atje? Po, Krojmir. Po, Krojmiri është Komunë e Lipjanit. Komunë e Lipjanit, që ajo pjesa E një. na kanë ndihmu shumë, na kanë ndihmu Vetë banorët komuniteti aty. banorët me personazh, me figuranta, me do të thotë është gonë, ka qenë diçka Një që mobilizim. na nuk e kem prit, as vetë nuk e kem prit na. Që do të jetë një diçka madhështore. E pse pikërisht në Krojmir aty ka ndodhur ngjarja apo Nuk ka ndodhur në Krojmir. Në fakt, një prej linjave të filmit që shumë e rëndësishme, të paktën për besueshmëri ose për autenticitet të historisë, është skenografia. Në Krojmir, në fakt, ka pas refugjat shumë. Është zonë e Drenicës, zona e fundit, ofër fshatrave të fundit, këtë pjesën e përme Drenicës. Është një farë pjesë kufitare. Po, është pak a shumë pjesë kufitare. Mas hulumtimit të terenit, na ka do që është atmosfere përshtatshme për atë film. Ka pas skenografit shumë autentike për me mod besueshme, do me thonë, historien e krimin e qëto. Edhe këna vendos pikrisht për ata. mua më intereson emri Mala, ka qenë kështu e ka pasur emrin personazhi apo Jo, do me thonë, Mala është anë emën e artistike. filmit. emri? Mala është film, është emën autentik i shqiptarëve, i një malësi. Ishit Mala, ishit Mala. Po, Mala. Ishën se ne s'patëm rastim ta shohim ende filmin, por Moni me po prej sotit ashtë në prej vazhdimësi. sot. 1 orë e 5 minuta. Po, është 1 orë e 5 minuta tash. Kur flasim për film gjatë, patjetër që duhet të më përmend edhe financat, sepse i dim që është e kushtueshme. Po, kem pas një përkrahje prej postës të Kosovës, kompani privat, kryesisht ka qenë organizim, ka nisë organizim vullnetar. Patjetër duhet mi falendru krejt pjesëmarrësit, njerëzit. Po besoj që producenti ka fshatin. kry mirë pas ka kry punën e vetë. Po. Do një bashki komun ju ka ndihmuar, ose Ministria Kulturës? Jo, nuk na kanë ndihmuar bashki këto. Keni kërkuar apo? Jo, nuk kem kërkuar realisht. Nuk keni kërkuar. Domethënë kena fillu bashkë me forcat tona, vullnetarisht krejt. Ama ftoni disa nga ata që ta shikojnë filmin. Po, me kisha dashur me po. Dashës. Vërtet në keqardhin është që për një filmi është drejt për drejt në ndjenjat njeriu, domethënë është me krime, ka me pas shumë pjesë ku shihen krimet që kanë ndodhur realisht. Përndryshe shumë kisha dashur me ardhmë. Keni marrë pjesë, domethënë nga ngjarjet që kanë ndodhur, filmime? Ku i keni marrë? Filmi artistik. Apo është komplet anë artistike dhe nuk ka? Është film i luajtur. Filmi i luajtur, në fakt unë e përmend edhe më herët, shumica e historieve, krimeve që kanë ndodhur në Kosovë
janë paka shumë të njëjta. Po. Edhe nëse shohim... Pse nuk zgjodhet? Më intereson vetëm kjo që të merrni edhe pjesë, domethënë edhe nga ngjarjet të cilat kanë ndodhur realisht, që materiali ka të mjaftueshme, vetëm si ide më intereson. Faleminderit, po tash nëse po vlasim prapë të filmi, Po. filmi i lujton, ka disa kategori të filmit, përveç Filmi zhanreve, dokumentar, dokumentare të tjera, ishte- domethënë nuk kena provu, edhe ashtu është film që i takon pak realizmit magjik, ka ndërhyrje, shkon në gjykata, domethënë nuk është i njëtrajtshëm. Me pas ndërhyrje edhe me pjesë dokumentare, domethënë ne ke shprishat konceptin e formatit të filmit. Po në fakt janë shumë besueshme, nëse keni me pa filmin, keni me thonë që për Patjetër me që është kemi me që pa kja- filmin. a Gjithçka. janë autentike ato, a janë shumë për ne origjinale. reale, jo. Unë dua ta shikoj protagonistin kryesor në film. Ndërsa unë dua t'i them se cila ishte pjesa më e vështirë e luajtur në rolin e Malës. Heshtja e malës. Do thot Heshtja. heshtja e malës. Kur ke po, shumë çka me thane, duhesh me hesht, ha? duhet me heshtë edhe nuk duhet me fol hiç absolut për një arsye. Arsyeja pse mala nuk flet është që nuk mund e përballon jo sinceritetin që i ka ndodhur me familje këtij, që akuzohet prej pjesë tjetër, prej okupatorëve që ky e ka myt familjen e vet. Edhe ky merret edhe çohet në burg. Po ky edhe që i mbyllun vazhdimisht shënon krejt historikun e shënon të vetën. I arrëfen dikujt këtë historik? Vetë, pa gjyqtari në fund e merr historikun e tij e gjon se ky vdes në burg. Arsyeja pse ky nuk flet? Pse ju kanë bë pa drejtësi? Këta e arreston këfori. Nuk beson më as në fjalën e vet. Jo. E thënë. Hiç, veç i shiqon i dalin dëshmitarët, i dalin ata që e kanë maltërtuar, e kanë se këti ja mysin familjen krejt. Arsyeja pse Pra nuk është asnjë pjesë që do të dëgjojmë zërin tënd, do të flas. në një moment po. Po, okay. Arsyeja është pse se edhe pak të shikuesi me ditë që ky ka fol, po prej të merreve dhe prej gjanave që ju ka bë pa drejtësi e madhe nuk flet. Nuk ka fol. Trauma ajo që Vendos me hesht. po. E vendos me hesht. A kishe dilema për këtë skenar të filmit? Ndonë se nuk e di skenarin kush e ka bërë dikush skenarin apo je Po, pjesë edhe... e ka bon i badetet zoni, dramaturgja. Po. Për ndryshe, prap në film se regjisorët kthehen të filmi, pavarësisht rastit konkret. Prej skenarit deri te realizimi është prap një rrugë. Patjetër që kemi punu edhe mas skenarit, mas vendimit për trajtimin e historias, derisa kemi ardhur në përfundim me këtë format ose me këtë gjendje që është tash. Ka pas sfida përveç skenarit, për shembull sfidë shumë serioze që me gjithë është kalu, ka pas shumë statista në pjesën e realizimit skenave të krimit, ka pas edhe fëmijë, edhe është dashur shumë me investu, me trillu, me u dok që ajo është një pjesë e lojës, edhe është e kalueshme, në ditë nashta bëhet film. Megjithatë e kena kalu, domethënë gjithçka ka funksionu. Është një kast i aktorëve, dëgjova që është një aktore Po nga janë Shqipëria. emra dhe... Po, Avdullah Gjikoka është aktori, Barc, aktori kryesor i filmit. Është Besim Ajeti që e lu një pjesë të negative, pjesë të kundërt të filmit. Shkumbini Strefi. Esela Pesyli e lu në grun, në cila edhe ajo është viktime e filmit. I ninte aktori, ke bashkëpunuar me ta më herët në ndonjë tjetër? Ilir Xhepi, Po. me ta pa përmend, është një prej tjerëve, ka 2 fëmijë. E kështu. Po i pyesja, i një aktorët apo i ke njohur në këtë film? Jo. Si është bashkëpunimi, si ka qenë? Unë Me këta Shqipërisë pak vështirë më kuptu. Po, jo. Me ita më thot një njerë kështë. Jo. Shaka. Po, Shaka. që edhe për reagon edhe Merita po thot jo nuk është. Jo. A aktorët kuptohen në heshtje ma. Kur punohet në mënyrë profesionale, gjithçka është e lehtë. Unë kam punu. Më pëlqen ky lloj bashkëpunimi, me thënë drejtën, pa ne për të pyes. Vërtet. Unë kam punu me një film me Robert Budinën, me regjisorin Streha Mesresh,
edhe aty e kom pa selën, unë kom komuniku me te dhe e kom pa që Më duket që e pas ke propozu. Unë e kom propozu, e vërtet. Unë i kom E nuhata këtë. Unë i kom thonë. Edhe ja kom propozu edhe grimerën. Edhe ajo ka qenë për Që ka tepër rol të madh grimeri në film. Besa Shahinin. Besa Islami. Islami, po. Besa Islami, që Besa Shahini ajo ministri. Falni po zot. Besa Islami që një artiste veçantë. E ka njoftë punën, ka kry detyrat për marak. Po kur jemi tek të aktorët, po të gjithë ta i kom kolegë, kom lujt me. Ke lujt me ta, Po kem pas bashkëpunime. Më i vështiri për ty kush ka qenë? Në këtë film e këta aktorë? Këta se thonë. Nuk guxon ta përmendesh aktorin Në fakt, në shta bash aktori kryesor. Nëse e shohim, Ka vështiret, është aty menu në duan finale moment. të mirë. Në Svedove patjetër. isha kaminaj edhe në momentet caktuara, po patjetër se më ka thashë shumë gjatë me punu. Edhe kryesisht ka pas skenat të vështira, skenat më të vështira të filmit i kemi pas kryesisht me. Jemi në fund Me duar. bisedës, më intereson edhe një çështje. Kush e ka pa filmin deri tash dhe kritika më me vend që e keni marrë Pyetja deri tash për besoni filmin? parin. Kritika më e mirë përveç kritikëve të filmit është edhe shikuesi, domethënë shikuesi Po, kjo do të ndodhë tutje. E kam po, e kena pas edhe në Zvicër A, keni dy pas? shfaqje, po. Okay. Premiera tuja, kena pas kritikë edhe prej festivaleve, ka 2 çmime ndërkombëtare. Kryesisht kush e ka pa, ka vlerësim shumë pozitiv. Po, çka nuk është pëlqyer ai pjesë, domethënë që mendoni ndoshta në një të ardhme, sepse filmat e tillë mbeten gjatë. Përveç temës, Që e myti mal. përveç temës të ndjeshëm, Mola ka vdek vet. Mala. Mola ka vdek në burg. Përveç temës është temë pak e rëndë, domethënë nuk është e lehtë me përballu me pa krejt filmin. Po, ka një moshë vjen keq. caktuar që kufizon Me limit. Po është me 13 plus. po 14 14 plus. ose 12 me prind. Se do të sqarime Patjetër. Synoni, thatë keni marrë çmime, përmendu diçka synoni ndonjë natyrisht mund të themi këto në Ballkan, në Evropë, pse jo Po. deri në Amerikë, patjetër, për konkuruar. patjetër, besoj rruga e ardhme e filmit është New Yorku edhe Kanada. A New Yorku Ndoshta edhe pse ka numër të madh shqiptarëve atje, po ka edhe të ndonjë arsye shqiptarëve dhe tjetër. të komuniteteve të tjera, domethënë filmi është E këtu luan shumë pesh tashmë puna e producentit, po besoj. Do të jetë në gjuhën angleze për shembull, e titruar. e titruar. Që titruar është në gjuhën angleze. Edhe kjo ka rëndësi shumë, edhe po, gjuha të e pak të filmit vota. ndoshta një 20%, 25% është anglisht. Është Ka anglisht se një personazh gjyqtar është ndërkombëtar, domethënë ka shumë Lidhet me temën dhe që me flitet anglisht. patjetër. Pse duhet vetëm ta shikojmë sot Mbetet, filmin? po, që tu themi që sot është premiera në Cineplex. Po. Tregoj orën. Po, vetëm shkurt lutem. Ora është në 5 masdite 5:45 dhe në 8:30. 17:45, Po, 20:30. 20:30. Pse me ardhë me po filmin, do me thonë me kujtu edhe mos me harru një prej historieve të Kosovës që kanë Dhe me reflektu, po besoj. Po pa tjetër ajo. Faleminderit, po. Edhe me Sukses. Dy fjalë të fundit, Unë është mirë. o thash që po më thunë kam vdek, nuk di çka ka ndodhur Po tutje. lidhja me regjisorin është mirë, që mos ta harrojmë kalumën, që mos na përsëritet. Shumë e vërtet. Kanë nevojë dhe të rritë se këta që i kanë 25-30 vjet janë mas lufte. Absolutisht, do të një ngjarje e papërjetuar. 4-5 vjet ka mundësi më arë me pa filmin edhe me rikujtu se ja u kanë thonë prejnë, edhe aty në Po ndryshe është diçka kur ta sheh është diçka tjetër. Shumë e vërtetë. Po, më ardhë me pa filmin, mandej mas filmit Me u bë debat për të Deri të fundit aktorit kryesor, ju jeni në pension, se kishim një temë pak më parë. Ja çfarë thotë, merrni me art të mos rini në pension. Po, e vërtet është. Po, unë jam pension. Kom dalë. Aman aktiv, përsëri në art. Tash kom dalë në pension, po më varet për këtyne apo na angazhojnë, çfarë bojnë, apo luhet ndaj plak, po as po luhet. A ka nevojë as ka. Besa ti djalë i ri. Mirë, sektorin privat po, sektorin publik por çështje temë krejt tjetër. Sidoqoftë suksese për filmin. Na vjen mirë që po punohet edhe në këtë drejtim dhe po besoj që duhet edhe shumë më shumë me u bë pikërisht për këto tema të cilat ende i kemi aktuale të freskëta e në një farë mënyrë nuk është që i kemi shpalos. Jo sa duhet, por shumë pak është Shumë bërë pak. këto. Po, Suksese. faleminderit shumë. Sukses. Faleminderit juve.
Shumë faleminderit.